Jemi rikthyer në studio, sikurse edhe e dim, turizmi ka qenë gjithmonë në fokusin ton për gjatë këtyre viteve të fundit të paktën, gjithmonë pritshmëritë bëhen më të larta, por bashkë me pritshmëritë duhet akoma të shtohen edhe investimet. Dhe teksa i referohemi shifrave, mund të flasim për 140 ton çadra dielli të importuara gjatë muajit të kaluar, e cila nëse do të bëjmë një krahasim me një muaj më parë, është 44 ton më shumë. Të gjitha këto përkthehen në vlerë të konsiderueshme monetare, por çfarë na tregojnë? Ku jemi me përgatitjet për sezonin e ri turistik? Do ta diskutojmë me ekspertin e turizmit, zotin Isa Kresniqi. Përshëndes, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe ju urojmë një javë të mbarë, me që është edhe ditë e hënë sot. Faleminderit shumë se na duhen, sidomos në nisje të një jave, urime të tilla, kështu që e njëjta gjë vlen edhe për ju, por tashmë Shqipëria është një prej vendeve dhe destinacioneve më të preferuara. Edhe besoj java e mbarë, paktën këto muajt që i afrohemi sezonit turistik, nuk duket as e mbarë për ata që punojnë në këtë industri, se janë gjithmonë të ngarkuar dhe të impenjuar për të bërë më të mirën e tyre, se me zore presin patjetër sezonin turistik për të pasur të ardhura. Folëm për 140 ton çadra dielli në muajin e kaluar, që është sasia më e madhe e regjistruar ndonjëherë. Çfarë na tregon? Na tregon për pritshmëritë e larta që kemi për këtë sezon të ri turistik? Atëherë, pritshmëritë do janë shumë të larta, si nga ana e shtetit, ashtu edhe nga ana, po themi, qeverisë, ashtu edhe nga ana e subjekteve private, të cilat pothuajse për gjithë dimrin kanë investuar në mënyrë që të ketë një turizëm akoma më stabil dhe të ketë një turizëm akoma më cilësor. Të gjithë subjektet kanë investuar, qoftë edhe nga ana e logjistikës apo edhe nga ana e infrastrukturës, duke përfshirë edhe vetë shtetin. Këto që përmendëm ne janë investime shtetërore, të cilat shkojnë tek bashkitë kryesore, bëhet fjalë për tek në qytetin e Velipojës, pra Bregdetin e Velipojës, të Shëngjinit, Durrësit, Kavajës, janë çadra të cilat do përdoren nga bashkia në mënyrë që të ketë një akomodim ose po themi një përgatitje akoma më të mirë për turistët vendas dhe të huaj. Dhe këtu është për të përmendur edhe fakti i investimeve të subjekteve private, të cilat mundohen sa më shumë të investojnë në pjesën e rehatimit të turistëve, dhe kjo është për të vlerësuar në fakt, qoftë edhe nga qeveria, po qoftë edhe nga turistët. Është mirë që ne si shqiptar dhe operator turistik të vazhdojmë me këtë ritëm të mikpritjes, sepse kemi një nga, po themi, ato shtyllat bazë. Po ja arrim standardet e vendeve përreth, po marrim si shembull dhe rast krahasimor Malinezi. Jemi drejt atyre standardeve apo edhe me Greqinë? Jemi drejt standardeve të vendeve ballkanike, nuk mund të krahasohemi direkt me Greqinë, edhe pse ka shumë turist grek, të cilët e frekuentojnë jugun e Shqipërisë dhe kënaqen më shumë, ashtu siç shprehen ato. Ne kemi turistët ose turizmin patriotik, që është për të përmendur, turizmi i shqiptarëve të Kosovës, gjithashtu edhe shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Edhe pse patim fakt disa një rënje gjatë sezonit të kaluar turistik, u diskutuar shumë, ndoshta ishte liberalizimi i vizave në Kosovë që pati një ndikim, po themi, tek turizmi patriotik në Shqipëri, ose ndoshta ka pasur edhe ndonjë faktor tjetër? Mendoj ka qenë pak edhe çështja e mediave, e cila i ka dhënë, po themi, një rëndësi jo të mirë kësaj teme. Unë mendoj që turizmi patriotik është një nga turizmet më të favorshëm dhe më të rëndësishëm për Shqipërinë, dhe e ka mbajtur gjallë, po themi, dhe ne duhet të shkojmë gjatë një turizmi gjithvjetor, dhe kjo duhet të jetë synimi i qeverisë, po duhet të jetë edhe synimi i subjekteve turistike, gjithashtu edhe operatorët turistik duhet punojnë shumë në këtë temë,
Edhe pse kemi pasur një performancë të mirë, nuk mund të flas me shifra për të mos gabuar në këto momente, por të paktën gjatë muajve të fundit, turizmi në Shqipëri ka vijuar, zonat malore kanë qenë goxha të preferuara, por çfarë mendon që në një farë mënyrë mund edhe ta pengoj më tej zhvillimin në zonat malore të Shqipërisë sa i përket turizmit? Mendoj dy janë arsyet kryesore, të cilat e pengojnë zhvillimin e turizmit në vendet e veriut ose malore. E para është infrastruktura, jo e duhur aty ku duhet, si me thonë, dhe e dyta edhe çështja e transportit. Transporti është një nga elementet kryesore të cilat turistët kanë nevojë në mënyrë që të arrin aty ku duhet, si me thonë. Sepse her pas here rezervojnë turistët në vendet të ndryshme, të cilat nuk kanë rrugë, po themi të shtruara, nuk kanë infrastrukturën e duhur dhe ballafaqohen me një surprizë jo të këndshme për to. Por kohët e fundit normalisht që ka pas zhvillim infrastruktura goxha të madhe në zonat malore, gjithashtu edhe në zonat bregdetare. Mendon që turizmi do jetë industria më e fuqishme ekonomike në Shqipëri në vitet e ardhshme, apo do shkojmë drejt një rënjeje? Kemi parë raste të disa vendeve që kanë pasur një boom të caktuar, pastaj gradualisht kanë rënë në qetësi dhe janë mbajtur nga një target i caktuar turistësh, siç mund të kemi ne për shembull turizmin patriotik. Unë mendoj që turizmi do shkojë në ngritje për faktin e asaj që ne shohim në zhvillimin e investimeve, qoftë nga ana e qeverisë, qoftë nga ana e privatit. Ne kemi sot aeroportin i cili po shkon drejt një aeroporti cilësore dhe një aeroporti shumë të madh në krahasim me aeroportet e Ballkanit. Aeroporti i Tiranës po bën investime goxha serioze dhe strategjike. Ne po presim që të hapet edhe sallat e reja të aeroportit dhe kjo do të ndihmojë në shumën dhe numrin e madh të turistëve. Gjithashtu presim edhe avionin e parë, i cili do vije do zbrese nga Amerika dhe kjo do na japë një bonus shumë të madh, një power shumë të madh. Mos harrojmë që një pjesë e mirë e shqiptarëve jetojnë në Amerikë. Po, patjetër. Kështu që detyrimisht do duhet i ofrojmë edhe shërbime të tilla. Dhe nëse i referohemi edhe shifrave, ne vjet po themi kemi qenë diku 11.7 milion turist, këtë vit pritet të shkojë deri në 20% më shumë. Pra sipas Ministrisë të Turizmit dhe sipas qeverisë në përgjithësi, por mendoj që turistët do jenë në shtim në Shqipëri për faktin e asaj që Shqipëria akoma është një vend i pazbuluar për shumë vende europiane, aziatike apo afrikane. Çfarë qëndron kurioziteti më i madh i turistëve të huaj, pak nga eksperienca jote, ti merresh me vendet e gjirit, kryesisht çfarë duan më shumë nga Shqipëria? Atë që duan më shumë është natyra, sepse ne kemi një natyrë jashtëzakonisht të mirë, kemi Bregdetin, kemi detin e Kristalt, kemi edhe zonat malore të cilat ofrojnë, po themi, Alpe të jashtëzakonshme dhe të bukura. Gjithashtu edhe klima është shumë e mirë në Shqipëri dhe prandaj duhet që ne të punojmë fuqishëm në mënyrë që të kemi një sezon gjithvjetor, të kemi një turizëm gjithvjetor, sepse ne i kemi të gjitha. Turistët e huaj preferojnë dhe shohin me një sy shumë të mirë edhe çështjen e mikpritjes, edhe çështjen e çmimeve. Nuk mund të themi që jemi me çmime shumë të ulta, pra nuk mund ta themi këtë. Mbase për një vendas jo. Po për një turist, është e përballueshme, se për turisti mund vi nga Suedia apo nga vende të tjera që kanë një GDP shumë më të lartë se sa e jonë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Në Shqipëri, ndoshta për vendasit është bërë pak e vështirë, sepse ne shohim her pas here që edhe ankohen, edhe me një farë të drejte, që s'mund të shkoj për 2 ditë ose 3 ditë në Kështamil ose në Sarand apo Vlorë, sepse më shkon më shumë se sa më shku në Antalya apo diku tjetër, edhe pse për turistët e huaj ekziston akoma Shqipëria një vend i lirë dhe një vend që, po themi, argëtohesh, kalon bukur me pak lek. Pra të gjithë e thonë këte. Ne në Shqipëri na mungon akoma edhe transporti
publik, realisht është pak i lotshëm, sepse të gjithë turistët të cilët vinë janë mësuar me atë sistemin e tramvajt, metros, autobusave me kartë, apo ku di unë, por ne do shkojmë tek ajo e cila do kanalizojmë turistët aty ku ne kemi hapësirat e duhura. Nëse atë aktualisht është duke u punuar për zhvillimin e infrastrukturës, për krijimin e kushteve të nevojshme. Bindshëm, e dim të gjithë që kjo do të kërkojë kohë, por le të themi që jemi në rrugën e duhur për të ofruar një turizëm sa më cilësor edhe për ta përmbushur plotësisht eksperiencën e këtyre huajve që vinë dhe zgjedhin Shqipërinë, po jo vetëm huajve, po edhe shqiptarëve mbi të gjitha se ata janë të parët që çësia e Shqipërisë dhe politikat e qeverisë janë për hapje dhe për mikpritje të vendeve, të gjitha vendeve, pra turistëve në përgjithësi. Shqipëria, mos harrojmë, ka qenë edhe pjesë e panajirit të Berlinit këtë vit, që ka qenë vendas pritës, dhe kjo i ka dhënë një reklam goxha të madhe në gjitha vendet, sepse panajiri i turizmit të Berlin është një për ngjarjeve më të rëndësishme të turizmit. Të rëndësishme, dhe kjo nuk i jepet një vendi vetëm se kur ai ka arritur disa kushte dhe disa, po themi, pika të cilat ato i vlerësojnë për një turizëm, po themi, cilësor. Isa, kur e mendon, donim shumë të kishim një profil të turistit që ne na duhet në Shqipëri, duke marrë parasysh çfarë mund t'i ofrojmë, por dhe çfarë mund t'i ofrojë ai ekonomisë së vendit. Cili mendon që do të ishte profili më i mirë për turistin që i duhet Shqipërisë? Unë mendoj që turisti më i mirë që i duhet Shqipërisë është një turist i cili harxhon shumë, është një turist i cili është dembel, është një turist i cili... Që do të thot dembel? Dembel me kuptimin e fjalës që nuk hec shumë kamp, pra kërkon taksi, kërkon guid private, kërkon transport privat, kërkon shofer privat. Unë merrem shumë me pjesën e xhirit dhe janë turistë të cilët realisht i duhen vendit, pra i duhen vendit, e kam fjalën për turizëm, sepse nuk qëndrojnë vetëm se hotele me 4 dhe 5 yje e para, e dyta kërkojnë guida private, makina private, e treta zgjedhin restorante shumë të mira dhe mbushin tavolinën edhe pse nuk hanë. Nëse mund të themi një kosto të përafërt, se bindshëm ne nuk e dim se sa shpenzon, po përafërsisht po themi, sa mund shpenzoj ai për një ditë qëndrimi në Shqipëri, një turist si ai që përshkruave ti? E pakta harxhon 120 deri në 150 euro në ditë. 120 deri në 150 euro në ditë. E pakta. Po a jemi ne, po themi, deri më tani me atë se çfarë ti sheh dhe me ritmin e përgatitjeve të sezonit turistik 2025, a jemi gati për t'i ofruar një shërbim që ta lërë të kënaqur dhe të na kthehet po prapë ky turist? Ne jemi gati, por duhet her pas here që edhe qeveria të po themi të ngrej veshët, të shkulli veshët shumë operatorëve turistike para dhe gjithashtu edhe shumë subjekteve të cilat ofrojnë akomodim. Ne kemi shumë raste të cilat ankohen dhe turisti ka diçka, ankohet direkt në ambasadë. Dhe në momentin që turistët i shpeshtojnë ankesat e tyre në ambasadë, atëherë edhe ambasada merr disa vendime të cilat del në deklarata që Shqipëria nuk është vend shumë i përshtatshëm për turizëm, sepse 1, 2, 3, 4 pra i ndodhin turistëve në këtë vend. Ne na ka ndodhur shumë herë që ka ndërhyrë ambasada, sepse... Për çfarë ankesash? E para për mënyrën e rezervimit të Airbnb-s. Rezervon një apartament. Edhe kjo është një fushë e re për shqiptarët, po themi se kam pak vite që janë futur brenda platformës. Nuk është mirë që ne t'i bëjmë hile punës tonë, sepse ajo është puna jonë. Pra nuk është mirë t'i bëjmë hile turizmit, ose më saktë mikut që në ka ardhur. E para, çfarë bëjnë? Ti rezervon një apartament, po themi në Sarandë ose në Vlorë, në këto 2 qytete ndodh më shpesh ky lloj fenomeni. Rezervon në Booking ose në Airbnb, kur shkon në darkë, arrin tek apartamenti, të del zotria me pa pik turpi, po themi, të thotë që shiko se është shitur dhe nuk e dija që e kemi shitur. Pra një anullim rezervimi, ndërkohë që dikush pretendon që akomodohet aty. Para nuk të tregon që e ka shit,
dhe ti shkon e ke bo rrugën. E dyta, ai e shet sepse gjen një klient të rrugë që mund t'ja ketë shit me një çmim akoma më të lartë. Por kjo është një minus shumë i madh për turistët dhe për biografinë e Shqipërisë në përgjithësi, për imazhin e Shqipërisë dhe turizmit në jug, ashtu siç ndodhi vjet me çmimet në Vlorë. Vlora, domethënë priti goditjen më të madhe vjet turistike, sepse vjet edhe par vjet në fakt, sepse abuzoj me çmimet. Abuzimi me çmimet është vrasje e turizmit. Si mund të rregullohet? Pra çfarë mund të funksionojë si rregullator që të mos ketë më abuzime me çmime, sepse e kemi dëgjuar për gjatë gjitha viteve që flitet për abuzim. Dikush nxjerr dhe publikon faturën që ka shkuar shumë shtrenjtë në një restorant caktuar. Dikush tjetër ankohet për një tjetër shërbim. Pra çfarë mund të funksionojë si rregullator në këtë rast? Atëherë, si rregullator mund të funksionojë mbrojtja e konsumatorit. Qeveria së fundmi ka marrë disa vendime, një nga ato ka qenë edhe paradeklarimet. Paradeklarimet janë një strukturë e cila ndihmon shumë edhe subjektin, por jep të ardhur edhe bashkive, sepse do shkojnë ke bashkit, pra do regjistrohen në bashki. Paradeklarimet mbrojnë konsumatorin dhe japin një turizëm më cilësor dhe më transparent. Paradeklarimet janë mënyra e rezervimeve të shtretërve, pra nëse një subjekt i cili ka, po them, një hotel ose një Airbnb ose një bujtin e cila ka, po themi, 65% të rezervimeve për sezonin, bëhet fjalë deri me 30 shtator, atëherë kjo do deklaroj dhe paradeklaroj se unë do kem kaq rezervime këtë sezon. Për këtë rezervim do jape taksën në bashki dhe kjo do ndihmoje subjektin. Ndodh në shumë raste që rezervimet edhe anulohen. E vërtetë është. Paradeklarimi mund të jetë në dëm të biznesit nëse i duhet të paguaj një taks për secilin rezervim. Ka diçka, ne dim si funksionon Shqipëria dhe në Shqipëri, sidomos në sezon, ka shumë kontrole. Pra, kontrole të cilat janë të ligjshme dhe kontrole të cilat janë për kafe. Dhe kjo është për fat keq për ta thënë në televizion, por kjo ndodh dhe është një realitet i pashmangshëm. Ky lloj vendimi e largon këtë lloj sistemi dhe i ndalon të gjitha kontrollet e pa nevojshme dhe kontrollet surprizë, të cilat i vinë biznesit me gjoba goxha të mëdhaja. Prandaj edhe nëse ka një, po themi, disa anullime, prap biznesi është në fitim, sepse nuk do ketë, po themi, gjoba dhe kontrole të panevojshme. Dhe një pyetje të fundit, diskutohet, ka qenë diskutimi ka hershëm, që me bumin turistik, mungesa e fuqisë punëtore. Ku jemi këtë vit dhe si po e zgjidhim këtë krizën e fuqisë punëtore? Do kemi më mungesa të theksuara që kanë shqetësuar pronarët e bizneseve? Do kemi, është e vërtet që ka pas, por edhe do kemi. Këtë vit kam dëgjuar që shumë bizneset, ato të cilat punojnë në restorante, po themi, kanë marrë shumë punëtor nga Turqia. Ndërsa hotelerit kanë marrë shumë punëtor nga India dhe Bangladeshi. Me çfarë pagash vjen? Një sanitare, po themi, nga Turqia apo nga Bangladesh? Ka dhe diçka. Nuk e di pse është diçka, po themi, psikologjike më shumë, sepse edhe pagat që ato paguajnë, punëtorëve të huaj, nuk janë të lira, ose nuk janë, po themi, gjysmë për gjysmë me pagat që japin shqiptarve. Minimumi janë 700 deri 1000 euro në muaj, edhe të huajve. Gjithashtu janë të detyruar, t'ju heqin gjitha procedurat e lejes qëndrimit, janë të detyruar gjithashtu edhe t'i akomodojnë, edhe t'ju japin edhe ushqim. Pra, nuk e di, dhe me thonë, është kthyer pak edhe më saktë si trend, pra kam punëtor të huaj, pra nuk është mirë faktikisht kjo gjë, edhe pse janë të detyruar dhe drejt kësaj do shkojmë, për arsye të situatës dhe gjendjes që kemi. Megjithatë, përsa kohë kemi turizëm, është e nevojshme të gjejmë zgjidhje edhe për mungesën e fuqisë punëtore. Do gjendet zgjidhja sepse turizmi është një nga pikat kryesore edhe të buxhetit shqiptar. Pra ne kemi një buxhet të rritur prej 4.5 milion
4.5 miliard euro pra vitit kaluar, kështu që është një shifër goxha e madhe për buxhetin e shtetit, pra llogaritet turizmi si sektori kryesor i shtimit të buxhetit, prandaj ne sido që t'jetë puna, përderisa është një sektor i cili sjell lek, të gjithë subjektet që punojnë me këtë lloj, që merren me këtë sektor, do mundohen që të gjejnë zgjidhjen e duhur. Të gjithë syt aty i kemi tek turizmi. Sa të falenderoj që ishe me mua në studion e Start.